Jeni gati të shikoni se si e dekorova shtëpinë për 2025 në festat e fundvitit? Tani po u tregoj me radhë, kjo është pema se si doli, si përfundoi. Këto lulet disa i kisha dhe disa i porosita këtë vit, edhe këto ma bën të gjithë punën që u vonova si vjetë, se me zi erdhën, nuk e di pse morën kaq ditë. Pastaja këtu janë dekori rreth televizorit, vendosa edhe disa drita tek dritarja. Këtu prapë mbi kalorifer disa gjëra të voçkla, sa futesh në shtëpi, këto pemët e vogla që janë me qeri, edhe disa dekore të tjera, shkallën që i hipim lart për tek dhomat e gjumit, e dekorova edhe këtë, vendosa edhe këto çorapet e gjata të plakushit të vitit të ri, në të cilat do vendosi dhuratat që t'i sjellit për djalin, për në fund vitë, edhe disa dekore që vendosa mbi tavolinë, disa të voçkla, se kuptohet që djali nuk do t'i lërë në vend, po të paktën sa bëra videon zgjatën. Tani më tutje mos prisni që të jenë aty ditë për ditë, po nejse. Unë e mora mundimin edhe e bëra. Si ju duket dekori, juve a e do këruat shtëpinë tuaj, të kaloni një ditë sa më të bukur.